Disa komentues shkruajnë se Darwini e hodhi edhe vetë poshtë teorinë e evolucionit. Kto janë disa thashë theme që janë përhapur 30 e pak vjet pas vdekjes së Darwinit nga Elizabeth Hobbe. Dhe ajo me interesat e saj negative nxori lajmen sikur Darwini ka kundërshtuar teorinë e tij, por Darwini ka qenë krenar, shumë krenar për teorinë e tij. Ka mbrojtur teorinë e tij deri në fund. Dhe shumë nga shkrimet të djalit të tij që u nxorën pas vdekjes së Darwinit kanë qenë të gjitha shkrimet të Darwinit, të cilat kanë mbrojtur këtë temë dhe kanë qenë me ide plotësuese për këtë temë. Darwini u vlerësua nga shteti anglis dhe nga gjithë grupi i shkencëtarëve dhe është varrosur në varrezat e shkencëtarëve. Ka për krah me Newtonin. Darwini është pak rast i veçantë sepse ishte diplomuar për teologji në Cambridge, ndërkohë dhe kishte studiuar shumë biologji, gjeologji dhe shumë shkencë. Dhe ishte bashkimi i teologjisë, sepse kishte formim fetar dhe shkencës. Dhe ai zgjodhi të jetë agnostik realisht. Dhe termin agnostik ai e ka zbuluar, formuar. Dhe ai megjithatë, gjithë ato dije që kishte, ai anoi nga evolucioni. Për shkak të opinionit publik, Darwini e mbajti teorinë e tij të fshehur për rreth 20 vjet. Dhe deri në momentin kur filluan të dalin shkencëtarë të tjerë të flasin për teorinë e evolucionit, ai e nxori teorinë e tij të plotë. Për shkak se ai donte të kishte sa më shumë prova dhe mbështetje nga shkencëtarët e tjerë, me qëllim që ai kur ta nxjidte në publik të ishte sa më i mbrojtur nga reagimi i publikut. Sepse feja ka qenë shumë e fuqishme në atë kohë dhe njeriu ka qenë shumë i bindur ndaj ideve fetare. Dhe me gjithë provat që ai grumbulloi dhe teorinë e tij të saktë, reagimi i publikut ishte shumë negativ dhe reagim që vazhdon edhe sot, domethënë të kundërshtohet një teori kaq reale, një nga teoritë më të sakta që ka gjetur njeriu ndonjëherë. Përveç shumë teorive të tjera që ka natyra, shkenca, që ka gjetur njeriu, dy janë teoritë më të fuqishme që njeriu duhet të jetë krenar që i ka gjetur: evolucioni dhe ligji i rujtjes së energjisë, ligjet e termodinamikës.